partidës? Një njeri 82 vjeçar që pengon ata që janë 30, 40, 50 që ka mbarkuar nga 3 fakultete, janë në një kohë tjetër. Unë jam 80 vjeç, por nuk krahasoj mentaliteti, unë jam brapa botës me ty. Ka ardhur koha të iki, thonë. Ha? Ka ardhur koha që të iki. Do të kishte iku. Me fjalë, ku krahasoj mund të 80 vjeç me ty. Ti je në këtë kohë që ka 100 gjëra, unë jam rrit me 0 gjë. Kështu që me fjalë më vjen keq, unë kam votuar për PD-n, po më vjen keq që s'ka ta ndisur kështu. S'ka ta ndisur keq. E di çfarë arsye më dha një zonjë? Më tha që zoti Berisha po i mëson edhe pak atë. Kanë nevojë të mësojnë edhe pak, pastaj do ja u lër partinë. Berisha në 100 i ka të këqia. S'ka që mëson atyre ai. Por ledhe. Është i rjedhur. Njeriu shkon deri 70 vjeç, pastaj ikën mendja. Unë kam punuar në aviacion edhe kam qenë në shumë gjëra. Tani jam 80 vjeç, nuk kam asnjë, kam truri ikën. Ishte e qëllimshme kjo lëvizja që bëri? Për këtë udhëzuesin që nxorri? Absolutisht gabim. Atë e di populli, mo leti e daj dhe ky. Unë i jap ku dua unë. Po të dua Berish, një Berish, po të dua Saljani, i jap Saljani. Mjafton të bëj një garë të drejtë. Absolutisht po. Po, pse të ta ketë ai pengesë të mos jetë kandidat? Pse? Le të jetë. E di ti dhe unë, ne që votoj. Po si mendoni ju, e bëri se kishte frikë? Absolutisht po. Po besoj se Sali Berisha s'ka problem njëri aty afër vetes vetë. Po është garë kjo, quhet garë nëse e bë kështu? Si që ka garë kjo, po se në gjithë barabartë ato? A kupton? Shumë mirë se ka penalizuar. Pse? Saljani hiku si zagar, pse hiku ai doli nga i trasoj. Pyetja e vështirë më më thënë. Pse? Po të them se i ka funi Berishës se di gjithë Shqipëria, gjithë shans s'kam thënë. Ai nuk mund të jetë burrë mirë sa të dush, por më vum gjyshet e gjakut për krush, po për gratë partia besoj se i ka marrë detyrë. Ka gara sport vesh, unë mor vesh. Ka qenë kryeminist, ka qenë president, i ka bëj gjitha, ka bëj politikë, ka bërë mirë të veta. Por ama besoj që po të heq partinë demokratike i ka hikora. Për sa lënë them gjë. Një djalë i guzimshëm, domethënë që i priste mara. Njollën e ka, si do që ti. Kush e ka? Edhe unë e Berishën, Saljani. Ai djali i mirë, djali i bukur, po ka bërë bukur. Kështu që unë me Berishën jam në këtë rast. Përderisa ke mirë, dali një tjetër. Ai s'po lejon asnjëri? Tu ka gabim. Me këtë po, që ka gabim. Po për Saljani më thënë që ka drejtë. Tani do të flas Shqipun, Berisha njerë nuk duhet të ekzistojë fare në këtë vend. Është fatkeqësi e këtij populli. Po u tregoj vetëm një shembull. Ardenisën 18 ai e di është një vend buri nafte që ka mbyllur ai. Që prodhon, po të mos të vijë në shfrytëzim 3 miliard 86 milion lekë në muaj. E ka mbyllur Sali Berisha me klyshtë e tij. Ajo nuk e do që Saliu të jetë një trashëgimtar, një vrasës, janë këtu në bulevardin ka vrarë, ku janë, atje te kryeministria, ka vrarë 4 veta. Edhe ka karisë atje, sikur s'ka bërë gjë fare. Po këtu s'ka as drejtësi në këtë vend. Votoj për qeverinë. Qeverinë duam shumë se mos qoftë tjetër edhe ajo. Kështu më e mundë. Për deja njërë si parti, po të keqë më jep të drejtësi s'paku, duhet shkri si parti që vepron kundër interesave të popullit. Me dokumenta, jo se unë duhet të shprej urejtën. Kështu, shkatroj gjithë industrinë në vend tonë. Me vepra, me të gjitha i bëri. Apo kam gabime, kam të drejtë flas kur Gjermania, që është një vend modern sa i përket industrisë, thotë që termocentralet t'i ruaj. Saljani i ka qenë në Saliu se nxori që është figurë, se është në procesin kyçor, se është pa haftë. Ai do me insistim të mbaj partinë. Si e pat këtë lëvizje që nxori këtë udhëzimin që kush ka vendim për formës së prerë nuk mund. Do që të marrë partinë vetë. Po të vetëm një kandidat një do ta zgjedh. Ai do zgjidhet.
Edhe po them me shpirt, po them edhe i drejtojmë gjithë popullin shqiptar nëpërmjet juve televizion, jeni me Skype, që për vendin tonë është fatkeqësi e madhe. Që Sali Berisha të rizgjidhet kryetari i Partisë Demokratike, edhe më vonë të marrë të udhëheqë qeverinë. Ai është një kriminal, vrasës, pavarësisht pa drejtësia i jep të drejtë. Se është vrasës, ai Mubaraku 2 vete vrau, u ndroi burgun e përjetshëm. Nuk lë Saliu të ketë njeri mbi krye, pranë. Moshën e ka bërë, populli jon kanë plot, edhe PD-ja mund të zgjedhë plot, po nuk është parti demokratike me të vërtetë. Ja, më falë se mbase zgjat shumë. Do t'u tregoj një ngjarje që është personalisht. Para ca ditësh ai bëri një foltore për uljen dhe ngritjen e çmimit të naftës. Edhe unë desha të vij atje, miting, pavarësisht se jam i PD-s, jam shqiptar, nuk jam as me një lloj parti në fakt. Edhe u thash atje, një grua më përqafoi, se një tjetër merr pjesë në Partinë Demokratike, është gjë e mirë shumë. Edhe prisjen të vinë ata të kërkoj edhe unë fjalën në atë miting. Ata e morën vesh që ishe kundër Saliu se do ngrishe edhe ra njëri me shkel. Ika na. Do me thënë më përzurin a mitingu, që unë në miting ose në protest mund dhe çdo qytetar. Ku është fryma demokratike e Partisë Demokratike? Ai quani frym demokratike kur i bie jetë me shkel. Kam të drejta apo s'kam, thoni. Ika pastaj më mori e gardiani. Në shoqëroj e ika në shtëpi. Kështu është Saliu. Saliu nuk do që të ketë të diskutosh për naftë, për Ardenisë të ketë 11, e di si dritet e dillit, Saliu ka dieni. Edhe vetë në SPAK, se kam dhe histori tjera për SPAK-un. E mban 7 muaj, mbas 5 ditësh që bëra debat me Saliu në SPAK-u, që i thash Kakaris o kriminal Kakaris, mi dërguan shkresat SPAK-u. Do më thënë dhe SPAK-u, fytyrë e SPAK-u, e tregoj që nuk është ashtu siç mendojmë ne drejtësi. Kështu që këtu sundon Saliu. Saliu me Ramën janë bashkë. Po nëse do të kishte mundësi të zgjidhej një i ri, për ju kush është figura ideale për ta drejtuar këtë parti tani? Ka plot Partia Demokratike. Më thuaj një që e vlerëson edhe ndër vite, edhe si figurë politike. Nuk e njoh shumë, të paktën ai deputeti i Kuksit me cilin kam bërë bisedë është njëri shumë i mirë i Partisë Demokratike. Këta të tjerë nuk ja di emrin, me thënë drejtën. Po këta që bjem, për shembull Flamunoka nuk është mos shprehim keq është. Çfarë them unë? Është i shoqi Saliu. Edhe të tjerë janë bashkë. Kur deputeti i zvizëv flakën në Kuvendin Popullor, s'është deputet me ai. Ti do të thosh po shpreh shumë, po shprehem se ligji e dënon deri 4 vjet burg, zjarr vënien. Si një deputet përfaqësues i popullit vë flakën parlamentit. Ja, PD-ja ka bërë. Në mendimin tuaj, si mendoni ju, pse nuk ikën, pse nuk zgjedh të largohet zoti Berisha? Tani ku e di unë, ai do dhe të shplahet, t'i verë parfum vetes, se është mendja më vetit. Kështu që, po për popullin po them, ai mund më vrasë, ai e vrasësh, po e them me gjithë shpirt që për popullin shqiptar është fatkeqësia më e madhe. Vret 4 vete, ai vjen 4 kimi mbas. Kështu dhe që edhe populli shkatruar. Si të vej populli mbas i vrasi. Edhe ku i vravi vron protest, protesta është shpreh ndjenja e njeriu. Ai thotë mund të vras, po dolën protestë. Jo, nëse Berisha kryeson prap. E gjeja im në përdashtu. Po s'ka gara, ai do kryesoj. Po tash ai ja ka marrë dorën asaj punë. Po si përfundim duhet të rritë gjithmonë Berisha apo Jo, do të absolutisht ja. Më thuaj një figurë që është i denjë ta zëvendësoj Berisha. Është ai Edi Mehmeti. Është djalë i mirë. Mjek është, me kuptu, me edukat, është djalë i mirë. Pa atë po, mund votoj. Më besoj se të zgjidhet edhe një herë sekretar partie. Sali Berisha? Sali Berisha, mendimin. Po pse nuk ka ardhur koha që të largohet tani? Që i ka ardhur koha ka ardhur, po patjetër që ai do ta zëvendësoj edhe veten e tij, patjetër. Mendimi. Po duhet edhe një herë. Po çfarë i ka ngelur pa bërë që duhet ta bëjmë me këtë herë? Po me që është shumë i përgatitur, mendimi. Me që është shumë i përgatitur. Ju si e shikoni opozitën e vendit? Që shumë.
vështirë. Po, besoj se do ta fitojmë. Po një figurë që e vlerësonin PD ka? Që mendoni që ka, pas Berishës është ka. ky? Është Gazmend Bardhi, është po patjetër Gazmend Bardhi. Ka plotërin që janë shumë të mirë. Edhe unë atë mendim kam që të zvendësot edhe Salia. Po tani për tani sa ta marrin them unë edhe bë zvendësimin. Ka nevojë të mësojnë. Ka nevojë sa të mësojnë edhe pak, apo jo.